Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdërimi I takon Allahu Dhul Jalal, atë falenderojmë prej tij fale dhe ndihmë kërkojmë. Salavate dhe selame I dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e Muhamedit alayhis salam deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do të jemi bashkërisht edhe sonte e që do të mundohemi që të komentojmë ajetet e fundit surës Yusuf, duke filluar nga ajeti 108 deri te ajeti 111, ku edhe përfundon surja Yusuf. Duke I lutur Allahun xhaleshanu që këto komentime, këto mësime, këto ngjarje vash Zotit xhaleshanu që të kemi kuptuar ashtu siç janë, ashtu siç duhet, dhe të jemi nga ata të cilët I qesmi në praktik në jetën tonë të përditshme. Në ajetin 108 të surës Yusuf, Allahu Dhul Jalal na drejtohet dhe thot: Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Thuaj, kjo është rruga ime e cila është vënë fakte të qarta, e që unë thëras të Allahu, unë dhe aj që vjen pas meje. Lartë metave është Allahu, e unë nuk jam nga I dhujtarët. Allahu Dhul Jalal I porosit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që t'ja u bëje me dije, t'ja u shpjegoje, t'ja u qërsoje njerëzve rrugën e vërtet, rrugën e drejtë. Rruga e drejtë është e vetë një rrugë e cila e shpjegon Allahu xhaleshanuhu. Ajo është dëshmia se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahu xhaleshanuhu, që është Allahu xhaleshanuhu I vetëm, pa ortak. Kjo është rruga të cilën e ka zgjedh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, rrugë të cilën kanë thirrë të gjithë pejgamberët e Allahu xhaleshanuhu, prej Ademit alayhis salam deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I thret njerëzit në këtë fe madhështore, duke qenë tërësisht I qartë në atë çka thot dhe çfarë adhurimesh, çfarë ibadetesh, çfarë veprash mëton ose kërkon kjo fe. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shumë I sigurt për këtë rrugë dhe kjo rrugë mbështetet në argumente të cilët I jep Allahu xhaleshanuhu. Kjo është edhe rruga e pasuesve të vërtet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pasues të Muhamedit alayhis salam, duke filluar nga sahabët, tabiinët dhe deri tek ne, I fton njerëzit në të njëjtën rrugë të cilët I ka ftuar pejgamberi I dashur I Allahu xhaleshanuhu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne jemi të qartë ditur rreth kësaj rruge të drejtë dhe të vërtetë. Siguri të plotë kanë ata të cilët thrasin në këtë rrugë. Janë mbështetur në argumente të shumta. Ka argumente logjike, ka argumente fetare, të cilët janë përfituar nga shpallja e pastër e Allahu xhaleshanuhu
të cilën ne pasojmë dhe të cilën e ruajmë gjenerat pas gjenerate. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë besimtarët urdhërohen që ta madhrojnë Allahun xhaleshanuhu. Nëpërmjet madhrimit të Allahut xhaleshanuhu dëshmojnë pastërtinë e Allahut xhaleshanuhu nga çdo mangësi e përshkrim që nuk i shkon madhështisë së Allahut dhul xhelal. Në ajetin e 109 të surës Yusuf, Allahu xhaleshanuhu vazhdon dhe thot: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ne nuk kemi dërgu para teje vetëm se bura nga banuesit e qyteteve, të cilët i pajisëm me shpallje. A nuk udhëtuan ata nëpër tokë e të shihnin se si ishte përfundimi i atyre që ishin më përpara. S'ka dyshim se jeta e botës së ardhshme është shumë më e dobishme për ata të cilët janë rrujt, a nuk mendoni? Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu xhaleshanuhu na njofton se Allahu xhaleshanuhu i zgjodhi gjithë pejgambert prej burrave. Kur nuk ka ndodhur që zgjidhet për pejgamber ndonjë grua. Ky është mendimi i shumicës së dietarëve, sikurse na tregon qartë edhe ky ajet kuranor. Disa kanë mendu, kanë pretendu se gruaja Ibrahimit a.s. Sara, nana e Musait a.s. dhe nana e Isait Merjemja ishin pejgambere, por duhet të themi se ky është një mendim i gabuar. Është vërtet se në Kur'an janë përmend se atyre ju ka ardhur inspirim nga ana e Allahut xhaleshanuhu. Melekët këtyre ju kanë folë, por thjesht këto dy fakte nuk tregojnë se ato ishin pejgambere të zgjedhura nga ana e Allahut xhaleshanuhu. Inspirimi dhe komunikimi me melekët ishin vetëm se privilegje të veçanta dhe tregues së gradës së lartë të tyre që i kishin para madhrisë së Allahut xhaleshanuhu. Por kaq nuk mjafton për me gjiku se ato ishin pejgambere të zgjedhura nga ana e Allahut xhaleshanuhu. Mendimi i ehli sunetit dhe xhamatit është shumë i qartë se pejgambert janë zgjedhur gjithmonë prej burrave dhe kur nuk ka pasur pejgambere femra. Sigurisht disa gra e kanë arrit gradën e të sinqertëve dhe vazhdojnë të arrin gradën e të sinqertëve, siç na ka njoftuar Allahu xhaleshanuhu për Mejremen, vajzën e Imranit, u thot Mesihu, biri i Merjemës, që vetë se një i dërguar, ashtu siç pati edhe shumë të dërguar para tij. Nëna e tij ishte Sidika e sinqertë. Në surën Maide, ajeti i 75. Dhe më thonë Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet këtij ajeti e ka përshkru Mejremen gradën më të lartë, të cilën ajo e kishte arrit. Nëse do të ishte pejgambere, Allahu xhaleshanuhu do ta lavdronte në këtë përshkrim që e tregon gradën e saj shumë të lartë, duke e përmend këtë fakt. Gjithashtu, përcillet nga Ibn Abbasi në shpjegimin e fjalës së Allahu xhaleshanuhu, ne sollëm para teje si të dërguar vetëm se burra nga banorët e qyteteve, do me thonë, pejgamberët kanë qenë prej banorëve të qiellit, melek, ashtu siç kërkon ju. Pejgamberët kanë qenë thjesht banorë tokës, njerëz si edhe ju. Këtë shpjegim e mbështet edhe fjala e Allahut xhaleshanuhu në surën El Furqan,
ajeti 20 ku thot ne edhe para teje kemi dërgu të dërguar, por edhe ata ishin njerëz që hanin ushqim dhe esnin në për tregje. Qëllimi këtu është se pejgamberët e Allahut xhaleshanuhu janë përzgjedhur nga banorët e qyteteve, vendeve ku banojnë të grumbulluar komunitetet mëdha. Kështu ata nuk kanë qenë asnjëherë as ndacak, as nomad që jetojnë larg nga qendrat e populluara. Zakonisht nomadët ose banorët e izoluar, ndryshe nga banorët e qendrave, me më shumë banorë, karakterizohen nga një natyrë egër dhe e vrasht. Është i njohur dhe është i pranuar fakti se banorët e qyteteve kanë natyrë më të bukur. Janë më elastik dhe më të komunikueshëm se sa banorët e fshatrave të thella apo ndacakët. Në ajetin e 110 të surës Yusuf, Allahu Dhul Jalal thot: Hatta idha staytasa ar-rasulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin. Nuk dërgum tjetër vetëm bura e ndihma u vonu, derisa të dërguarit gati e humbën shpresën se do t'ju besoje populli, dhe menduan se u përgënjeshtrun, se ende nuk i kapi dënimi. Atëherë u erdhi atyre të dërguarve ndihma jonë, ne shpëtum ata që deshtëm, e dënimi ynë kundër popullit i dhujtar nuk zbraset. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu xhaleshanuhu na njofton se ndihma e Allahu xhaleshanuhu zbret për pejgamberët e tij pikërisht atëherë kur gjendja ngushtohet shumë dhe atëherë kur njerëzit mezi e presin çlirimin. Në një ajet tjetër Allahu xhaleshanuhu thot: a mendoni se do të hinin në xhennet pa u sprovu si ata që ishin para jush? Ata u sprovun nga vujtje e fatkeqësi dhe ishin kaq trunditur sa dhe i dërguari e bashkë me ta e besimtarët, të cilët luteshin: kur do të vijë ndihma e Allahut? Vërtet ndihma e Allahut xhaleshanuhu është gjithmonë afër. Këtë ajet e kemi në surën El-Bekare, i cili ajet është ajeti i 216. Dhe ajeti i fundit i surës Yusuf është ky ajet ku Allahu xhaleshanuhu thot: Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Në tregimet e tyre pejgamberëve dhe të Jusufit me vëllezër ishte mësime e përvojë për ata të cilët janë të zotët e mendjes. Kurani nuk është bisedë e trillume, por vërtetues e asaj që ishte më parë, vërtetues i librave të mëparshëm, librave të shenjtë, dhe sqarues i çdo sendi dhe udhërofis mëshirë për një popull i cili beson. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, lehtësisht Allahu xhaleshanuhu na informon se çdo tregim në Kur'anin familjar nuk është i rastësishtëm. Tregimet të cilët i cek Zoti në Kur'anin familjar nuk janë tregime sikurse tregimet tona që i tregojmë na për bisedat tona. Sepse ne në tregimet tona, vëllezër të ndershëm besimtarë, vazhdimisht mund të gabojmë, mund të kemi lëshime, mund dikun edhe ta shtojmë, mund dikun edhe ta paksojmë. E keni pa një tregim, njëri e tregon ndryshe, tjetri e tregon ndryshe, tjetri ndryshe, kur tashish
edhe ai të cilit i ka ndodhur ngjarja ose tregimi kur ta ndëgjoje, i duket i pabesueshëm. Sepse tillë jemi ne, vëllezër të ndershëm besimtar. Kemi plot mangësi dhe mangësitë tona i shtojmë jetën tonë të përditshme. Kurse tregimet e Zotit xhaleshanuhu, të cilët janë Kur'anin famëlar, nuk ka shansje ndryshe ky tregim me atë tjetrin tregim, sepse tregimet që i tregon Zoti xhaleshanuhu, të gjitha janë të vërteta. Mirë po këto janë mësime, janë përvojë për ata të cilët e përdorin mendjen, për ata të cilët e shtin përdorim mendjen. Ai i cili nuk e shtin përdorim mendjen, për ata është vetëm si ngjarje, është vetëm si ndodhi, është vetëm si histori, është vetëm se i shkruajtë në Kur'anin famëlar, e në rast se nuk i përdor mendjen, më thonë të tilla i mbesin edhe ngjarjet në Kur'anin famëlar. Kur'ani Kerimi, vëllezër të ndershëm besimtar, nuk është bisedë e trillume, se shpesh herë njerëzit me mendjet e tyre mundohen ta shpjegojnë Kur'anin famëlar. Kemi shpjeguar edhe më herët. Mendja e njeriu sado që të zhvillohet, përsëri ka të meta. Mendja e njeriu sado që të hecë përpara, përsëri e ka dikun një mangësi. Ju e shihni sot në këtë teknologjinë e re të cilën po e përdorim të gjithë. Krejt begatit mira janë, krejt mirat i ka mirë, po dikun e ka patjetër një defekt. Patjetër dikun diçka nuk ban, patjetër dikun diçka nuk shkon. Kurse te Kur'ani famëlar, vëllezër të ndershëm besimtar, nuk ka defekt, nuk ka dikun mos me shku, e gjitha ka me shku. Në rast se nuk shkon, në rast se na duket se ka defekt, do të thonë defekti ndodh te na. Na nuk jemi në gjendje me kuptu, na nuk jemi në gjendje me logjiku, te na është problemi, na duhet ta eliminojmë problemin tek na, sepse Kur'ani famëlar është vërtetues edhe i librave të shenjtë, i Tevratit, i Zeburit, i Injilit. Të gjitha këto i shpjegon Kur'ani famëlar ashtu që ishin. Tevratin pse e kanë deviju pasust, e Tevratit ai problemi i tyre është. Zeburin e shpjegon Kur'ani famëlar ashtu sikur e ka zbrit Zoti Dhul Xhelal. Pasust të tij pse e kanë deviju është problemi i tyre. Injilin, Kur'ani famëlar të shpjegon ashtu siç është. Problemi i pasuzve të Injilit është ajo që e kanë deviju dhe e kanë bo sikur se librat të cilët ne i kemi edhe sot në ditën tonë të përditshme. E kemi shpjeguar edhe më herët. Dallimi i Kur'anit famëlar dhe i librave tjerë qiellor është ajo se të gjithë librat qiellor ne kemi përbosh që ju besojmë. Tevratit, Zeburit, Injilit dhe Kur'anit. Edhe suhufeve, fletushkave 100 të cilit ka zbrit Zoti xhaleshanuhu. Njënën mos me besu për këtënve, na me besimin nuk i kemi punë të mirë. Me imanin si kemi punë të mirë. Po cili është dallimi? Dallimi është ajo sepse librat qiellor, si Tevrat, si Zebur, si Injil, Allahu xhaleshanuhu, po edhe suhufët vala për detyrë që t'i mbrojnë njerëzimi. Njerëzimi nuk pat mundësi, nuk pat aftësi që t'i mbrojë këto libra qiellor. Kur'ani Kerimin Zoti xhaleshanuhu e garantoi me fjalën e tij ku tha: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun." Ne e kemi zbrit Kur'anin dhe ne do ta ruajmë ata. Dhe në ditën e Kiametit, kjo është garancë vëllezër të ndershëm besimtar. Nuk ka problem a e do Alia, a e do Salia. Nuk ka problem a e do Hasani, a e do Hiseni. Problemi i Alis, i Salis, i Hasanit, i Hisenit është se dojnë Kur'anin. Kur'ani ka garancë. Lumi Alia, lumi Salia, lumi Hasani, lumi Hiseni, që e shijojnë Kur'anin famëlar, si shembull i mora. Mirë këto nëse mendojnë se Kur'ani do të ekzistojë si t'jenë këto, gabim është kjo. E ka morë për sipër, krijuesi jon ta mbroje dhe do ta mbroje deri në ditën e Kiametit dhe çiçi Zotit, që e ka morë për sipër Zoti ta ruaj, se me nai pas leon neve, mos vallai kishim masakru, ma keq se Tevratin, ma keq se Zeburin, ma keq se Injilin. Sepse i tillë është njeri, o vëllezër të ndershëm besimtar. Keni pas shpesh herë himi dhe në kompetencat Zotit. Plot njerëz shkojnë në xhenet, plot njerëz shkojnë në xhenem. Në udhë billah, dhe thuhet që na jemi ato përcaktuese xhenetit xhenemit.
Kjo është një mendësi e gabuar, vëllezër të ndershëm besimtar. Bashkarisht e lutim Allahun xhaleshanu që ibadetet tona t'i pranon. Bashkarisht e lutim Allahun xhaleshanu që të vdekurit tonë Allahu xhaleshanu t'i mëshiron. Bashkarisht e lutim Allahun xhaleshanu që plestet tonë Allahu xhaleshanu t'i forcon. Bashkarisht e lutim Allahun xhaleshanu që të sëmurët tonë Allahu xhaleshanu t'i shëron. Bashkarisht e lutim Allahun xhaleshanu që rinin tonë Allahu xhaleshanu në rrugë të mbarë të udhëzon. Bashkarisht e lutim Allahun xhaleshanu që t'jemi nga ata të cilët e kuptojnë dinin e Allahu xhaleshanu ashtu sikur se ka zbrit, ashtu siç na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç na e kanë shpjeguar ulemaja, dhe Allahu xhaleshanu e rujt ulemajën deri në ditën e Kiametit. Vëllezër të ndershëm besimtar, do t'ju marr një 2 minuta nga koha juve e shtrenjtë, pasi që dal nga dal jemi edhe ka fundi i Ramazanit. Inshallah, me izin e Zotit në Sërprama, do të kemi një mysafir të veçantë për neve. Për mu personalisht shumë është i veçantë, por besoj edhe për juve do të jetë shumë i veçantë. Edhe ajo do të ndodhe sikurse ajo kur e kemi ndonjë ceremoni qershia mbi tortën në Sërprama. Do ta kemi hoxhën e nderuar Hafiz Irfan Efendi Abazin, i cili do të na nderojë me ardhin e tij në ligjëratën e Sërprama. E kemi kërkuar edhe më herët, por nuk ka qenë brenda shtetit dhe kemi vendosur në Sërprama ta kemi mysafir. Andaj, ju kisha lutur vëllezër të ndershëm besimtar, ta nderojmë siç meriton ai me nderu. Ta respektojmë siç meriton ai me respektu. Sepse ai vjen në vizita, vazhdimisht na viziton. Mirë, po kësaj radhe kemi thirr, kësaj radhe kemi bë ftesë. Dhe njeriu kur i bën ftesë duhet pak me nderu pak më tepër. Andaj ju kisha lutur vëllezër të ndershëm besimtar, bashkarisht angazhojnë edhe ka një njerë mirë me veti, sepse s'din që të Ramazan, tash ndoshta onës janë, ndoshta ajsa, po ta shfrytëzojnë masi e kemi vëllezër të ndershëm besimtar. Pasi që nëse Sërprama nuk e kam ligjëratën në sonte, kërkoj nga ju edhe hallallokin, pasi që kemi kalu bashkarisht këto net të Ramazanit. Është fakt se ndonjëherë kam ngrejt zonin, dhe natyra e punës tonë është kanë herë me ngrejt zonin, mos më merr vesh dikush me ngritjet zonit. Mirë po, për fat keq kemi njerëz të tillë, ti i thot edhe shuja nuk nalet. Till jam tash, s'ki çka i ban. Unë fillimisht prej gjinisë femnore kërkoj halallok, sidomos për asaj grusë e cila u angazhu pas disa netëve që kishmi problem me disa vajza të reja të cilët vishin vetëm për snape me bon. Dhe bëshin probleme, ju pengojshin nanave tona, motrave tona, grave tona më falë. Një gru e vullnatarisht dul dhe tha, ka mundësi unë të mirëm me këtë punë, dhe elhamdulillah e kini pa, një kod gjatë nuk bojnë zhurmë, se qaj e ka morë seriozisht këtë punë, unë e lusë Allahu xhaleshanuhu, që për këtë vullnatarizëm që e ka bo, Allahu xhaleshanuhu, ta në gradun, si qdi Allahu xhaleshanuhu me në gradu. Kurse nga ana ime vëllezër të ndershëm besimtar, e kam thonë një fjalë për ata të cilët i çojnë një fëmijë, edhe vetë rrinë në për kafe, nuk ja u bëj halal. Mirë po Ramazani është muaj halalit, unë do t'ja u bëj halal. Pa marë parasysh, do t'a shloj zemrën, sepse nuk muj me këtë zemër me shku më të tje. Halal e kini kretë vëllezër të ndershëm besimtar. Prej meje gjitha adhurime që i kemi bo bashkarisht, halal i keni. Kurse për këtë zani që i kam ngrit, kërkoj jot ma bëjnë halal, sepse nuk është natyra e hoxhës me vikat, nuk është natyra e hoxhës me ngrit zanin. Mirë po qëllimi është për me eduku dikan se dikuj, kur janë ngret zonin e kupton se pi thot shuj. Mirë po për fat keq dikush se merr vesh, inshallah viteve tjera jemi shlosh edhe rahat, e kalojmë bashkarisht edhe Ramazane tjera, ata të cilët shkojnë dhe në mesin atini, nëse jam edhe unë, nëse jeni edhe ju, lusëm Allahu xhaleshanuhu që na shtin listën e atinve punë mirëve. Allahu xhaleshanuhu nasib në e boft, me kaq edhe e përfundoj. Velhamdulillahi rabbil alamin.